si mund t'jetë një kërkesë reale për një qeveri teknike, kur e para punës nuk kemi një, po themi një dekalog krize, pse e kërkojmë, çfarë kërkojmë, në fundit edhe po e kërkojmë, a do arrihet, se në fundit kjo është thelbi, sepse ne vim nga një palë zezë, s'ka ndonjë gjë, një qeveri teknike mund të kërkohet, edhe kjo puna e qeverisë teknike, për mendimin tim është bërë si Barsalet, për çfarë shërben një qeveri teknike, se në fundit, thelbi është një opozit që kërkon të sfidoj mazhorancën, kërkon zgjedhje. Pse do kërkoj qeveri teknike, për mendimin tim?